Atëherë, unë jam Kujtim Cakrani, jam pasardhës i Bektash Cakranit, i cili ka qenë në Kongresin e Lushjes, organizator e kështu me radhë, por nuk flas fare për rolin e Bektash Cakranit, familjes e kështu me radhë. Unë dua të flas vetëm dy gjëra dhe shumë thjesht. Meqense sot jemi në parlament, kemi zonjën të nderuarën, zonjën Spiro Pali, pra kryetare e kuvendit dhe ish kryetarët e kuvendit. Kongresi i Lushnjës nuk i the thjesht një datë. Ishte ridimensionimi i pavarësisë së Shqipërisë. Dhe si një datë e tillë, Kongresi i Lushnjës duhet të bëhet festë kombëtare. Sepse ata burra kanë patur një emër dhe mbiemër, kanë qenë 37. Dhe sot ata nxënësit e shkollave që janë këtu nuk u din emrat. Ashtu si nuk din 40 emrat e firmëtarëve të pavarësisë. Njohin vetëm Ismail Qemalin. Kanë qenë 40, ta kanë qenë 37. Dhe ju lutem zonja Spiro Pali, duhet ta mblidhi kuvendin, ndoshta tani është vonë, por kjo datë unë kam diskutuar dhe me zotin Ruçi në një debat që kemi patur, mund ta quajmë në shtëpinë e Kongresit të Lushnjës, dhe ka marrë përsipër që do ta bëj festë kombëtare. Unë nuk e di në këtë vend, s'ka mbetur më festë ashuresh, festë ditë e vere, mbas edhe ato kanë rëndësinë e tyre. Por Kongresi i Lushnjës është data më e rëndësishme e historisë 112 vjeçare të këtij shteti. Dhe unë besoj, nuk kanë asnjë vlerë dhe me gjithë respekti që ka për historianët, po asnjë vlerë fare nëse ne diskutojmë çdo vit të njëjtat gjëra dhe kësaj date nuk i japim rëndësinë e duhur. Dhe njerë, të më falni për ndërhyrjen, por unë e ndjej si detyrim i të gjithë familjarëve të pasardhësve dhe atyre patriotëve që e donin Shqipëri ku nuk ishte Shqipëri, ky ishte thelbi i gjithë. Faleminderit edhe një herë dhe të më falni.